Temperaturat e ulta të ditëve të fundit në juglindje të vendit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në sektorin e drufrutorëve, veçanërisht në fshatin Dvoran të Bashkisë së Korçës, zonë e njohur për sipërfaqet e mëdha të mbjella me pemë të ri. Fermerët e kësaj zone bëjnë me dje se temperaturat e pazakonta në këtë periudhë kanë dëmtuar ndjeshëm prodhimin e këtij të fundit. Dëmet më të mëdha raportohen në kulturat e kumbullës, mollëve, të varieteteve Starkinke dhe Fuji, si dhe në vreshtari. Jorgo Braholli, një prej fermerëve potencial të zonës, i cili merret prej vitesh dhe me përpunimin e frutave, shpreh se situata paraqitet shqetësuese për ekonominë bujqësore të fshatit. Edhe fermerët Florenc Bacalli dhe Arjan Shkëmbi, të cilët kanë sipërfaqe të konsiderueshme të mbjella konkretisht me drufrutor, konfirmojnë se dëmet e shkaktuara nga temperaturat e ulta do të sjellin më pak prodhim gjatë këtij sezoni. Nga teket e motit këtë sezon, duke mbajtur 3 ditë ngrica në mbi -3 gradë Celsius, me orë të zgjatura në mëngjes, janë dëmtuar zakonisht po thoj se plotësisht kumbulla, është prishur varieteti në mollë, varieteti Starkinke dhe Fuji. Prodhimi do jetë i kufizuar vetëm në dorë e parë e qershive që do të dalin në treg, ndërsa dorë e dytë dhe dorë e tretë do ketë mangësi të mëdha. Kumbulla në radhë të parë, varietetet e kumbullës janë dëmtuar shumë. Qershia, molla Starkinke, edhe Goldi e Fuji kanë pasur dëme. Po më pak do ketë, më pak prodhim do ketë, më pak prodhim. Jo, zoti, na dëmtoi shumë ngrica. I ftohti fundit që ishte në maj, na dëmtoi shumë. Kumbullën, mollën, qershinë. Fshati Dvoran konsiderohet një ndër zonat kryesore të prodhimit të mollës, kumbullës dhe qershisë në juglindje të vendit, ndërsa banorët e tij mbështetin ekonominë familjare kryesisht tek bujqësia dhe pemtaria. Fermerët kërkojnë mbështetje dhe vlerësim të dëmeve, pasi situata pritet të ndikojë drejt për së drejtë në të ardhurat e tyre për këtë vit bujqësor.